Biblia ime. Dhe unë besoj që është fjala e Zotit. Fjala e Zotit thotë se unë jam fitimtar. Se jam i bekuar. Se jam i çliruar. Se jam i shëruar. Se jam i gëzuar. Dhe gëzimi i Zotit është forca ime. Unë e hap zemrën time në mënyrë që fjala e Perëndis, Jezus Krishti, të sundoj në mua, në emrin e Tij të shenjtë. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Dhe ka nënduar trofit e Zotit. Ne jemi në sezon Krishtlindjesh, edhe kënga që kënduam ishte Eja shi veprën e Tij. Ç'dashuri mahnitëse, ç'dashuri hyjnore. Edhe unë nuk duaj që ju të dilni sot pa i kuptuar këto fjalë. Nuk e di nëse ndonjë nga ju ka rënë ndonjëherë në dashuri. Unë për vete kam rënë në dashuri. Edhe kur rash në dashuri, ikja si çmendur me biçikletë deri te lagja e Aidës, edhe në mes të natës prisje që të dilte në balkon. Dhe nëse ke rënë në dashuri me Jezusin, ti duhet të jesh i çmendur për Jezusin. Sepse kjo është një dashuri hyjnore. Është një dashuri e pastër që çdo njeri nga ne ka nevojë ta di. Edhe ti duhet ta dish çdo mëngjes që është dikush që të do ty. Ti nuk je vetëm. Jezusi është i dashuri yt. Edhe nëse ti e ke këtë zbulesë, ti do ecësh pa frikë çdo ditë. Por nëse nuk e ke, merre dhe ec çdo ditë të 2026-s. Kërkoj Zot më zbulo dashurin tënde. Dhe atëherë ti do ta kuptosh që është një dashuri mahnitëse dhe është një dashuri hyjnore, që ti nuk do qëndrosh dot pa të. Amen. Haleluja. Predikimi për sot është jeto në dritë. Pra tema për ata që mbajnë shënim është jeto në dritë. Fjala e Zotit thotë tek Isaia kapitulli 9 vargu 2 dhe gjithashtu tek Mateu 4:16. Populli që ecste në terë pa një dritë të madhe. Mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes, doli një dritë. Bota ishte zhytur në errësirën e hijes së vdekjes për shkak të mëkatit, dhe bota ishte pa shpresë, ishte pa dritë dhe nuk kishte asnjë rrugdalje. Në errësirën e frikës dhe të dëshpërimit u ngrit një dritë vezulluese, një dritë që nuk shuhet kur. Dhe kjo dritë ka një emër dhe emri i dritës quhet Jezus Krisht. Fjala e Perëndis, drita e botës u bë mish. Ai mori trajt njerëzore dhe banoi ndër ne, thot Bibla. Krishti lindi si një foshnjë, biri i Perëndis dhe njeri. Ai lindi në një grazhd, jo në pallate mbretërore, që të identifikoj me çdo njeri që vuan në këtë botë. Ai erdhi i përullur për të na treguar se dashuria zbret deri në zemrën e njeriu. Në këtë foshnjë na jepet një jetë e re, falja e mëkateve, na jepet paqe dhe shpresë për të ecur për të ardhmen. Për shkak se Jezusi jeton, unë nuk kam frikë për nesër. Nëse errësira e kësaj bote u ka bërë zemrat të ftohta, u ka bërë zemrat boshe, njësoj si grazhdi, pa paqe, pa dashuri, pa shpresë, plot me depresion dhe ndiheni sikur jeni të ftohtë brenda teje, hapeni zemrën tuaj sot dhe lejo që në grazhdin tënd të hyjë Jezusi. Lejo që në grazhdin tënd të shkëlqej drita hyjnore. Lejo që Jezusi të lindi në jetën tënde dhe të shndërojë ty me fuqinë e hirit të tij. Gëzohu në këtë Krishtlindje dhe shpëtimtari yt jeton. Amen. Thoni njëri tjetrit, gëzohu në këtë Krishtlindje, sepse shpëtimtari yt jeton. Zoti tha te Isaia kapitulli 43, ja, unë jam ai që hapi rrugën
përmes ujrave, duke bërë një shteg të thatë që të ecnit përmes detit. Thira ushtrinë e fuqishme të faraonit dhe i mbyta në ujra, por harrojeni të gjitha këto. Nuk është asgjë në krahasim me atë që do bëj në të ardhmen, sepse unë po bëj një gjë komplet të re. Zoti është duke bërë një gjë të re në jetën tënde. Këto që lexova janë vargjet e Isaias 43. Ju këshilloj që kur të shkoni në shtëpi, ti lexoni ato gjëra dhe merre personale fjalën e Zotit. Kjo gjë që është krejt e re dhe që Zoti do ta bëjë në jetën tënde, nuk do të ngjaj me asgjë që ka qenë në të shkuarën. Ne të gjithë mund të shikojmë ose duhet të shikojmë prapa në rrugtimin e jetës tonë dhe të shohim ku dora e Zotit na ka bekuar, ku dora e Zotit na ka ndihmuar. Ne duhet të vëzhgojmë se ku Zoti e ka ndarë detin e kuq në jetën tonë personale, ku ai hapi një derë që duke je pamundur për t'u hapur, por që Zoti e hapi për ty. Ne duhet jemi mirënjohës Zotit për gjërat që ai ka bërë dhe ka dhënë në të shkuarën tonë. Duhet jemi të vetëdijshëm dhe ta dimë në gjithë qenien tonë se ishte dora e Zotit që na ka sjellë deri këtu. Në qoftë se ke arritur në një sukses deri tani, nuk e ke arritur vetë. Nëse i jep lavdi vetes, je shumë gabim. Ktheu, kërkoj falje Zotit, e thuaj Zotit, Zot, faleminderit që ti më ke sjellë deri këtu. Populli Izraeli, Samueli tha Ebenezer, që do të thotë deri këtu Zoti më ka prur. Thoni njëri tjetrit, deri këtu Zoti më ka prur. Dhe unë kam ardhur deri këtu për shkak se dora e Zotit ka qenë me mua. Në emrin Jezus. Por Zoti po thot sot. Jo, mos e thoni. Nuk keni parë asgjë akoma. Lavdëroni për të gjitha gjërat që kanë shkuar, por Zoti do t'ju çojë dhe do t'ju shtyjë në një nivel të ri. Kur ta shihni këtë gjë të re, do të qëndroni të habitur. Tani, çfarë ishte një gjë e re që Zoti bëri 2000 vjet më parë? Zoti bëri Adamin e parë dhe djalli, gënjeshtari, ishte më i zgjuar dhe e gënjeu Evën dhe Adamin. Tani, Zoti thot, unë do bëj një gjë të re. Dhe 2000 vjet më parë, ai krijoi një foshnjë. Fjala e Perëndis erdhi dhe banoi në Jezu Krishtin. Mori trajt trupore. Dhe ndryshe, Bibla e quan Jezusin Adami i dytë, një krijesë e re. Dhe djalli nuk e kapte dot topin. Keni parasysh kur ne lozim trekëndsh dhe vendosim një njeri në mes edhe ja pasojmë topin njëri tjetrit? Të njëjtën gjë bëri Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë me djallin. Dhe djalli nuk e kuptoi dot, sepse njëri kërkonte këtu, njëri kërkonte atje. Njëri thoshte shko në kryq, njëri thoshte zbrit nga kryqi, sepse nuk e dinte çfarë ishte Adami i dytë. Nuk e kuptonte dot çfarë ishte krijesa e re. Dhe ky ishte kush? Jezu Krishti. Biri Perëndis i kthye në njeri. Dhe Filipianët 2 thot, kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezusin, që edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e mbajti veten fort, por çfarë? E zbrazi dhe u bë një ngjashëm me njerëzit, u bë njeri. Nëse ti do ta kuptosh këtë sot, që Zoti ka bërë ty një krijesë të re, duhet ta kuptosh që ti i ngjan Jezusit. Dhe nëse ti i ngjan Jezusit, djalli nuk mund ta kapi dot topin në jetën tënde. Nuk është ai që do luaj me ty, por je ti që mund të luash me të. Prandaj duhet ta kuptojmë që Zoti kishte një plan të mrekullueshëm për njerëzimin dhe ai donte që të na jepte një gjë të re. Dhe gjëja e re kush ishte? Ishte Jezusi. Në Jezu Krishtin, për shkak të Jezu Krishtit dhe në Jezu Krishtin, ne kemi shërim, ne kemi çlirim, ne kemi bekim, ne kemi fuqinë e ringjalljes, ne jemi krijesa të reja
që ti mund të ngrihesh dhe të shpallësh me gojën tënde, Zot më fal, Zoti të ka falur. Nuk ke nevojë që të bësh asnjë gjë. Thjesht ti besosh Zotit. Pse? Se gjithë puna e shpëtimit ka marrë fund ku? Në kryq. Ka marrë fund ku? Në Jezu Krishtin. Prandaj sot unë dua që ti ta kuptosh që Zoti është duke bërë një gjë të re në jetën tënde. Thojini njëri tjetrit. Ki një vetëdije sot. Që Zoti po bën një gjë të re. Dhe tashmë e ka përfunduar në jetën tënde. Thjesht besoje. Amen. Por ndonjëherë, për të arritur në destinacionin ton, për të arritur atje ku Zoti do që të na çojë, do të tërhiqemi dhe mbrapa, në mënyrë që Zoti të na katapultoj përpara. Keni parasysh katapultën ose shigjetën. Çfarë ndodh? Ne shigjetën kur tërheqim arkun e tërheqim mbrapa. Dhe kur triqet litari i katapultës, triqet mbrapa. Po të ishtim si katapulta dhe ndonjëherë jemi kur jemi në prova të tilla, ne do mendojmë pse më troj që ky mua mbrapa. Po arsyeja që Zoti ka bërë këtë gjë është që të lëshoj ty përpara. Që të ikësh shumë larg dhe njësoj si shiqeta, Zoti po të shtyn ty drejt bekimit. Zoti po të shtyn ty drejt favorit. Zoti po të shtyn ty drejt begatis. Prandaj sot nëse ti mund të ndodhesh në tërheqje, thuaj Zot faleminderit që ti do më shtysh mua. Zoti nuk i bën gjithmonë gjërat në mënyrë lineare, ashtu si njerëzit mendojnë se mund të jenë. Por ai i bën në mënyra që për njerëzit nuk kanë kuptim. Prandaj ne duhet kuptojmë që ardha e Jezusit, lindja në foshnjë nuk ka kuptim për shumicën e njerëzve në botë, thonë pse duhet të vinte Perëndia në njeri. Ata nuk e kuptojnë dhe pyesin a ka Perëndia bir? Absolutisht që po ka. A mund të ketë? Pse mund mos ketë? Nëse është Zot, ai mund të ketë çati do qefi. Ai është sovran. Nuk jemi ne që përcaktojmë rregullat e atij, është ai që përcakton rregullat tona. Prandaj nëse kjo pyetje ju vjen në këto ditë, a ka Perëndia bir? Absolutisht që ka. E thot Bibla që ka, unë e besoj, kaq më mjafton. Unë e kam ndier dorën e birit Perëndis në jetën time, shumë nga ju e kanë ndier, dhe nëse nuk e ke ndier akoma, kërkoja Zot, unë dua ta ndiej. Do të ketë dyer të mbyllura në jetën tonë, do të ketë zhgënjime në jetën tonë, do të ketë njerëz që largohen nga ne. Gjëra që ti nuk i ke parashikuar dot. Por mos u shqetëso. Në këto kohë që ti duket sikur nuk ka kuptim jeta jote, mund të kesh edhe sëmundje. Mund të kesh humbur punën. Ka shumë njerëz që në momentet që flasim mua më kërkojnë lutje, marr lutur për punën time. Dhe mund ta kesh humbur. Mund të kesh një mik që ti ke sakrifikuar shumë për të, por në fundit ka tradhtuar. Ti ke bërë gjëra të mira për të, ai ka thënë gjëra të këqija për ty. Ajo që duhet të them është kjo. Mos u përqendro te gjërat negative. Përqendro ku? Te biri i Perëndis. Në këto raste ti duhet i kujtosh vetes se Zoti është në kontroll dhe Zoti qëndron në fron. Në qoftë se ne do lexojmë Evangjelin e Mateut, fjala e Zotit thotë që Herodi po kërkonte ta vriste Jezusin. Çfarë kishte bërë një foshnjë Herodit? Asnjë gjë. Në fund të fundit edhe mbretërit ja thanë që kjo mbretëri që ai ka nuk ka të bëjë fare me mbretërinë tënde. Madje Jezusi ja tha dhe Pilatit që mbretëria ime s'ka lidhje me tënden. Kështu që pse të ndihesh i kërcënuar? Ka njerëz që ndihen kot kërcënuar nga ty. Por ti qëndro në mbretërinë e Perëndis. 1. Mos u hidhëro. Thoni njëri tjetrit, mos u hidhëro. Mos u shqetëso dhe mos u frikso. Sepse Zoti është në kontroll. Zoti di si ta marrë atë që është nisur për keq në jetën tënde dhe ta kthej në favorin tënd. Thuaj sot me besim. Çdo arëm, bëj bashkë me mua. Kapeni dorën kështu dhe bëj çdo arëm që i ligu ka nisur kundër meje
Unë e marr në emrin e Jezus dhe e kthej për bekim në emrin e Zotit Jezu Krisht. Amen. Haleluja. Kjo ishte gjëja e re që Zoti ka bërë. Ai solli Jezusin, ati Perëndi dërgoi Jezusin dhe e çoi e la fronin e tij dhe erdhi në një grasht që të identifikoj me problemet e mia dhe pastaj ai shkoi në kryq, vdiq dhe u ringjall dhe fuqinë e ringjalljes i allakishës thot pali. Pse? Që ti dhe unë ta kuptojmë dhe gjeneren. Dhe nëse ne kuptojmë gjeneren, ne kemi të drejtë t'i kthejmë gjërat në jetën tonë. Ai mund të mos largoj prej ndonjëherë ne kërkojmë Zot, aman na shpëto nga këto prova. Po ndonjëherë Zoti na lejon që të kalojmë përmes provave, sepse ai kërkon që të sjell mbarësi, ai kërkon që të sjell bekim dhe begati në mes të stuhisë. Ti duhet t'i flasësh punës tënde. Ti duhet t'i flasësh biznesit tënd. Aty ku unë vendos dorën, do ketë mbarësi. Thuaj, në punën time, në biznesin tim, unë do ketë mbarësi. Në emër të Jezusit. Amen. Nuk ka rëndësi se si duket koha jote. Mund të duket kohë me re, edhe ti thua o bobos po shikoj diell, Zoti mund të bëjë që të fryjë një erë nga ana e frymës së Zotit dhe dielli të shkëlqejë në mes të errësirës. Dhe kjo është gjëja e re. Djalli mund të trazojë detin ton, mund të trazojë lumin ton, po Zoti ç'a bën? Zoti të bën ty që të ecësh në mes të dallëve, Zoti bën që ti mund të ecësh në mes të detit, dhe Zoti mund ta daj lumin më dysh dhe ti mund të kalosh në gurë të thatë. Ky është Zoti yt. Sot ngri syt lart. Dhe thuaj, kjo është dita që Zoti e ka krijuar? Dhe ai do të shkëlqejë përsëri në jetën time. Zoti ka përgatitur një diell të papritur, befasishëm në jetën time, në emër të Jezusit. Amen. Ku e gjejmë të në Bibël? Fjala e Zotit thotë Veprat e Apostujve kapitulli 2, dishe duke u lutur, dhe as nuk e prisnin hiç, befas nga qielli. U dëgjua një ushqetim. Zoti nuk do të lëri ty pa ushqetim. Zoti është i njëjtë sot, dje dhe për jetë. Nuk ishte më i mirë me apostujt dhe më i keq me ty. Zoti është njësoj i mirë si me apostujt edhe me ty. Qëndro sot i inkurajuar, qëndro i gëzuar dhe mos prano mediokritetin. Një prekje e favorit të Zotit mund të çojë ty në nivelin tjetër. Zoti do të sjellë njerëzit e dur në jetën tënde. Dikush mund të thojë, po o pastor, shiko, unë se kam takuar çunin e dur akoma. Unë se kam takuar gocën e dur akoma. Kjo do thotë që Zoti do ta sjellë. Prandaj sot ngriu me besim dhe thuaj, Zot, faleminderit që unë do ta takoj çunin e dur, unë do krijoj familjen e emër të Jezusit. Apo dhe gocën e dur. Zoti e ka për ty. Kur ti ke një qëndrim me besim, rrezet shëruese të Zotit do të shkëlqejnë në jetën tënde. Te Malakia thotë që ai vjen me krahët e agimit me shërim. Je një njeri që i kalon të gjitha, që jeton mbi problemet dhe që jeton mbi dallgët. Mos lejo që dallgët dhe problemet të rrëzojnë poshtë. Mos lejo që stuhia e parë që vjen të lëkundi si kallambi. Çfarë tha Jezusi për Gjon Pakzorin? Çfarë dorë të shihni në shkretë të tillë? Bota ku jetojmë është shkretë të tillë, nuk është një botë e mirë. Është e egër, është violente, është vrasëse, është tradhtare, por mos jetoj i hidhëruar. Çfarë duhet të bëjmë? Ti nuk je, ti mund të çojë dhe thuash, unë nuk jam kallëm që tunde era. Gjon Pakzoi nuk ishte kallëm që tunde era. Herodi e ndoqi për ta vrarë dhe e gjeti mënyrën për ta vrarë Gjon Pakzorin. Por ai nuk u lëkund. Mos u lëkund nga problemet e kësaj jete. Vazhdo të qëndrosh në Zotin, eja në kish, adhuroje Zotin, lavdroje Zotin, shërbej Zotit.
Fillo të kërkosh mundësi për të qenë një bekim për të tjerët. Në qoftë se jenë këto situata, dhe shpeshherë kur unë ndodhem situata, unë filloj të mendoj si do jem unë një bekim për një tjetër. Kur unë e heq vëmendjen nga vetja ime dhe e çoj te dikush tjetër, Zoti më bekon mua. Zoti kujdeset për mua. Fillo të telefono dike që po vuan. Lutu për të. Gjatë javës jam lutur 1 orë me një burr në telefon. E kam dëgjuar dhe pastaj jemi lutur bashkë. Bëj diçka të tillë. Çfarë mund të bësh tjetër? Kujdesu për dikë që mbase nuk ka të haj. Mendo. Kujt mund t'i blej unë ndonjë pako ushqimore? Kur vjen Krishtlindja mbushen kishat ungjillore plot, se din që ne japim. Ne do japim. Po ma dhe ne du t'japim. Dhe e dini që Pali thot është më i bekuar ai që jep se sa ai që merr. Përveç se do t'jesh gëzim që bekove dikë tjetër, po do t'jesh gëzim se Zoti do të bekoj ty më shumë. Amen. Jepi transport dikujt. Fto dikë të vinë në kishë të dielën. Nëse ke makinë, mendo kë mund të marr unë ta sjell në kishë. Beko dikë me financat e tua. Jep të 10 në kishë. Nuk ka lidhje, ka të njerëz që thonë, unë nuk jap të 10 në kishë se bekoj familjen time, atë e ke detyrim zotëri dhe zonjë dashur. Se Bibla thotë do të bekosh babain dhe nënën tënde dhe ke detyrim, edhe s'ka lidhje ajo me të 10, e 10 i takon Zotit. Dhe çfarë do të bësh është beko në nxorëm krenarin edhe Denisën këtu, sa nga ju i vajti mendja të jepte ndonjë bekim financiar atyre që do ikin në mision? Ka. Unë e di që ka nga kisha që i vajti mendja. Po nëse nuk të vajti mendja, kjo është një tregje veshi për ty. Që duhet të shkoj mendja. Pse se kur ti mbjell në mision të shërbëtorët e Zotit, Zoti do të bekoj ty. Ajo që ti jep mund të dalë nga dora jote, por do të kthehet shumë fish në jetën tënde. Ajo që i jep është një farë që ti po mbjell, por do të kthehet shumë fish. Zoti sheh dhe vlerëson sakrificat e tua. Anania dhe Safira dha nga tepricat, prandaj Zoti i qoftoi. Po Zoti ka qef që ne t'i japim nga sakrificat. Shumë njerëz thonë, po shiko pastor, unë jam keq, jam i varfër. E pastaj, fillo dhe jep, fillo dhe mbill. Kur ti fillo dhe jep dhe mbill, Zoti do i ndryshojë situatën tënde. Kur jep atë që ke në dorë, Zoti do t'japi atë që ka në duart e tij. Tani, shikoni si ju leverdis më shumë. Të menaxhoni atë që keni në dorën tuaj, apo Zoti të fusi dorën te xhepi i tij dhe t'japi ty. Zgjidheni vetë. Zoti të ka krijuar ty që ti t'jesh një enderimi. Pra ne jemi akoma te gjëja e re që Zoti na ka bërë ne. Dhe çfarë bëjmë ne me enët e nderimit? Ne i vendosim në bufe, sepse janë të bukura. Zoti të ka krijuar ty që ti jesh nderi në mbretërinë e tij, në kishën e tij. Ti je një vazo nderi dhe ti duhet ta kuptosh vlerën që Zoti të ka dhënë ty. Në fuqinë e dritës së fjalës së Perëndis, fuqia e Perëndis shfaqet më së shumti në dobësitë tona. Tani, ti thua, pastor shiko, po na thua nderi, po na thua dhe dobësi. Po, ne kemi dobësi. Të gjithë. Asnjë nga ne nuk është perfekt. Po të ishim perfekt, do ishim me Elian ose me Enokun atje lart. Nuk do ishim këtu ku jemi. Ne kemi dobësi. Por ajo që dua të them sot edhe që Zoti po kërkon të thotë sot është mos u përqendro te dobësitë tua, po përqendro tek ajo që Zoti ka bërë për ty. Zoti të ka krijuar ty një krijesë të re dhe ti qëndron ku? Në Krishtin. Pali thot gjithashtu që jeta jonë është e fshehur në Perëndin, në Jezu Krishtin. Prandaj unë gjithmonë them që fjala e Zotit thot, çfarë?
kush jam unë në Krishtin? Kush je ti në Jezu Krishtin? Në vend që të fshehësh veten tënde me dobësit që ti po lufton, pra çdo njeri mund të ketë një dobësi që është duke luftuar. Por në vend që ta fshehësh atë dhe të krijosh një maskë që të tregosh se je njeriu perfekt, bëj këtë gjë. Hap ndaj Zotit. Tregoj Zotit kur të shkosh në shtëpi, shko në dhomën tënde, mbyll dhomën dhe hape zemrën. Dhe thuaj Zot, unë jam i dobët në këtë pikë. Të lutem më ndihmo. Je vetëm ti dhe Zoti. Prandaj ai e la qiellin dhe erdhi në tokë që të kishte këtë marrëdhënie me ty dhe me mua. Dhe Bibla thotë tek 1 Gjonit 1:9 që ai është besnik dhe i drejtë. Po t'i tregojmë fajet tona, ai do të na falë. Po të themi se jemi pa faj dhe pa mëkat, ne gënjejmë veten dhe gënjejmë dhe ata. Prandaj nëse dikush vjen dhe më thotë që unë jam i drejtë pastor, të gjithë pa kanë me hile, kjo është një gënjeshtër e madhe. Hiqe shpejt, mos e mbaj. Ne jemi të gjithë njësoj përpara Zotit. Dhe kemi nevojë që ai të na transformojë nga dita dhe në ditë. Perëndia nuk po fajson dikë për dobësitë tua. Nuk po të fajson. Ai e di me çfarë po përballesh dhe për këtë arsye ai erdhi si një foshnjë. Për këtë arsye erdhi si një njeri që ai të kuptojë se me çfarë përballesh ti dhe unë. Perëndia të ka zgjedhur ty jo për shkak të asaj që ti je, por për shkak të asaj që ti do bëhesh. Thoni njëri tjetrit, Perëndia të zgjodhi ty, jo për shkak të asaj që ti je, po për shkak të asaj që ti do bëhesh. Mos beso më te gabimet e tua. Perëndia do të transformojë ty. Gabimet e tua nuk mund të anullojnë destinacionin tënd, nuk mund të anullojnë bekimin e Zotit në jetën tënde. Perëndia nuk konsultohet me të kaluarën tënde, sepse te Isaia 43 thot, pushoni së menduari për gabimet e të shkuarës, për fjalët që mund t'ju kenë thënë. Jo po më kanë thënë këtë, jo po më kanë bërë atë. Punë e madhe, thot Zoti. Sot pusho së shqyrtuari këto gjëra. Po çfarë? Shiko gjëra e reja. Ti je një enë dhe je zgjedhur për të mbushur me çfarë? Jo me lule, por me prezencën e frymës së Perëndisë. Dhe ky është statusi më i lartë që mund të ketë një njeri. Që ti të mbushesh me vetë Zotin. Mëshira e tij është më e madhe se çdo gjë që është bërë gabim në jetën tënde. Armiku i djallit do të donte të mbante ty të dënuar, që ti të ndihesh i padenj, sepse ka frikë që ti të shërbesh. Sepse nëse ti do kuptosh të vërtetën që ti je një krijesë e re, dhe që fuqia e ringjalljes banon në ty, dhe që ti përket kishës së Zotit, dhe që ti je kisha, dhe që ti je gur aktiv në kishën e Zotit, që kur ti të vendosësh duart, shërimi do vi, kur ti të flasësh, shpëtimi do vi, atëherë kjo do ta shkatronte mbretërinë e Satanit. Kjo është arsyeja pse ai të lufton ty dhe ta drejton mendjen tek gjërat negative. Prandaj shkrimi i shenjtë thotë, ndërsa ishte larg, ndërsa ishte i huaj, Perëndia të solli në mbretërinë e tij, ku përmes Krishtit. Prandaj sot merr guxim, merr besim, dhe ti nuk je përcaktuar nga dobësitë tua, por nga Perëndia që banon brenda teje. Jezusi banon brenda teje dhe ai përcakton. Ai të ka thirrur ty këtu dhe ai nuk gabon. Çfarë mendon se ka gabuar Jezusi që të thirrë ty në kishë? Nuk gabon. Atëherë, nëse ai të ka thirrur, ti duhet të vazhdosh rrugën. Mos e lër turpin, mos e lër frikën, mos e lër të kaluarën të mbajnë larg favorit të Zotit. Atë që Perëndia ka filluar në jetën tënde, askush dhe asgjë nuk mund ta ndali. Vetëm ti. Nëse ti nuk ecën, nëse ti nuk çohesh dhe të ecësh. Dhe kjo është fjala e Zotit për 2026.
Unë do doja që ju ta ridigjoni në YouTube të predikim dhe të meditoni dhe të luteni Zot, unë dua të çohem dhe të ec. Nga duhet të çohem unë? Kërkoj Zotit, kërkoj frymës së shenjtë që ai të zbuloj ty. Nga duhet të çohesh ti? Dhe si të ecësh, si të ecësh përpara. Ec përpara me sigurinë që jam i falur. Unë jam i falur për shkak të gjakut të Krishtit. Unë e pranoj sakrificën e Jezusit. Unë jam i dashur nga Perëndia. Unë jam i zgjedhur, unë jam i pajisur, jam i aprovuar, jam i bekuar, jam i shëruar, jam i çliruar në emrin e Jezusit. Sepse forca e Zotit banon brenda meje. Fuqia e frymës shenjtë banon brenda meje. Fuqia e ringjalljes banon brenda meje. Dhe unë do eci shumë lart. Zoti do më bekoj më tepër nga çfarë unë mendoj dhe çfarë unë imagjinoj. Imagjinata jote nuk i bën punë Zotit. Imagjinata e Zotit na bën punë neve. Amen. Le të çohemi në këmbë. Halleluja. Ngrini duart lart. Thuaj Zoti, Zot, unë të falenderoj që ti po bën një gjë të re në jetën time. Faleminderit që ti erdhe si një njeri. Dhe faleminderit që u identifikove me dobësitë e mia. Sot, unë e marr këtë fjalë. Unë çohem dhe ec në dritë, në fuqi, në lavdin tënde, në bekim, në begati, në sukses. Unë sot e largoj mendjen time nga e shkuara dhe nga gjërat negative, nga dobësitë e mia. Dhe unë vështroj sot drejt Adamit të dytë, drejt Jezu Krishtit, që shndritçoi me dritë hyjnore dhe ai lufton me shpatë hyjnore, që është fjala jote. Dhe unë sot nuk besoj çfarë njerëzit kanë thënë. Unë nuk besoj çfarë bota thot për mua. Por unë besoj atë që fjala jote thot. Që unë jam i bekuar, jam i shëruar, jam i pranuar, jam i aprovuar. Unë jam një enderi të mbushur plot me prezencën tënde, Zot. Dhe të derdhem për çdo vepër të mirë. Në emrin e Jezus. Amen. Halleluja.